Abdel Fetahi është një nga zëvendës kryeministrat. Nuk kam onë politike, se unë I takoj pakicës shqiptare. Kish deklaru dhe kish thonë. I pyet ata dhe mbështetësit e tyre se si u deshqiptarizuan institucionet, nuk kanë asnjë përgjigje. E tha Zeka, 2300 punësime, 700 avancime. Ne kur hynëm në institucione, I gjetëm shqiptarët në përzyre, në përpodrume atje, pa asnjë adresë politike që ishte kujdesur për ta, për 23 vite me radhë, në pozitat më të ulta të mundshme, dhe çka bëm ne me njëherë. Njobre nuk do, nuk u bot burra nuk u bot, me don me reagu, lene bretim Shkupin, se su të na bo asgjë. Është dham lista për avancimet. Dene një dokument që Tim Shkupi ka marrë rrok dikon, ka qeni ponsum dikon, ma marrë mu emrin, bi emrin, dhe ju që jeni disa, ju kum fshi, por deri sa ju kini bot tabi imamit. Promenite votvoj race. Makedonija, повторно твоja. Zaokruži broj 2. Jo vetëm falni Shqip, mo, se nuk jeni distancu nga rrena, nga mashtrimi. Shqiptarve të cilët e kanë edhe përvojën, edhe kualifikimin. Ta zonë që kjo është e vërtet, Abdel Fetah. Abdel Fetah. Turpi I botë. Mirë bo, Mickoski, kryetari I VMRO-s, sot është kryeminist. Në vitin 2024, motëja e kampanjës për t'i fitu votat e elektoratit slavisht folës ka qenë Makedonia poftor në të foja, Macedonia përsërit të kthehet në duar të Macedon. Promenite votvoj race. Makedonija, повторно твоja. Zaokruži broj 2. Nuk shkon Abdel Fetah. Tjetra pse nuk shkon. Unë e kum po të ikurin kriminelin Ahtan Grupi, që ju ka bot dam shqiptarve, të Zorretit I Lirë, të Miletit Skanderbeg, ju krejt BDI-ja. Po flasë, ju grupi veçantë, a nuk ka qenë podrom Ahtan Grupi. Ahtan Grupi ka lujt futbol në përzyre e qeverisë të Republikës së Maqedonisë. Pra Abdel Fetah që lunë rolin e rëndësit, se rëndësa ko edhe të kitabor, edhe tajtabor. Që ju bani dam shqiptarve, Abdel Fetah.